Jam në atë që për kinezët konsideroj qendra e botës, fillimi i gjithçkaje, salla e hollit suprem të harmonisë, i cili ndodhet në zemër të pallatit perandorak, ose atij që quhet qyteti i ndaluar. Këto dyert që po shohim, 1, 2, 3, janë dyert që të çojnë drejt sallës së Fronit të perandorit kinez për 500 vjet, për 504 vjet në fakt. Në përkohë që perandori kinez për të hyrë në hollin e harmonisë supreme, Fronin perandorok i cili shihte pjesën tjetër të pallatit. Kjo ishte pjesa më private. Edhe shkallët ku e kalonte janë të dekoruara me dragon, ndërkohë që mbi hollin, mbi Fronin perandorak ndodhet një sferë e madhe që është syri i dragonit, që ruante perandorin. Vetë holli, pra vetëm pjesa e dyshemes hollit, është dashur 2 vjet të bëhet për të lustruar, ndërkohë që Froni është i përbërë nga një dru shumë i rrallë kinez, të jetë rezistus ndaj kohës dhe dëmtimeve dhe është i larë i gjithi me arë. Është vend i rëndësishëm sepse aty organizohej viti i ri kinez dhe njëkohësisht perandori bënte daljet e tij zyrtare për festat e rëndësishme kineze. Është në zemër të pallatit perandorak, në zemër të qytetit ndaluar dhe këtu konsiderohet qendra e botës për Kinën antike. Kam frikë edhe për Kinën moderne, qendra e botës pak a shumë shtu, por duhet jetë pak më tutje të komiteti qendror. Ndërkohë që në këtë pjesë pohet drejt pjesës private të pallatit ndaluar, ku një pjesë e madhe, rreth 40% e pallatit është ende e mbyllur. Nga pallati perandorak dhe qyteti i ndaluar në Pekin.